është konë vetë çështje e momentit kur dikush pi rrethit ngushtë Albin Kurtit edhe publikisht ka me dalë dhe ka me krahasu shefin e vetë me të lumin Zot ose të lumin Allah. Këta së dëboni Hysamedin Ferri, a Ferra i që ka, i cili pjesën më të madhe tjetës dë vetë e ka kalu si ateist i regjimit të Enver Hoxhës. Interneti është i mushur me foto të këtij horri duke i ra për fytyrë ku fomës dekun diktatorit më tegër të Evropës, i cili ka rënu kisha xhamia ka usill. Këqyre që ka thot Ferraj në një postim ti sot në Facebook. Aje publikon kinse një bised të 2 votuesve të LVV-s, ku 2 veta flasin për zgjedhjet. Edhe 2 të votojnë VV-n. Ama njoni thot nuk e votoj VV-n në zgjedhje lokale. Kjo i bjen sikur më thonë e besoj Allahun për ju dhe profetin e tij në tokë, ose e besoj Atin për ju dhe Krishtin. Në këtë rast, dashtën meq, Allahu është Albini, kurse profeti është Faton Peci. Pra, ti Mitrovica Li, që del nesër me qitë kokrën tonën kuti menoj, e këtë sen. E di, shumë për jush, me drejt, mëni me uni të ofendum për i këti krahasimi. Ama, esencialisht, LVV është konë edhe është e organizume si një lloj religioni. Ndoshta satanik, ama religion. Në qendër ti religioni është i papërlymi, i pamekati, i gjithdijshmi, i gjithpushtetshmi. Albini, kurse ona ashti janë profet, besimtarët edhe të pafet. Si mas librit shajt LVV-s, Albini është i lumi Zot, deputetet, kryetarët e komunav, kandidatet për kryetarët komunav, asambleistat janë profet, votuesit janë besimtarët, kurse ata që i votojnë parti tjera janë të pafet që meritojnë me i mytë me gur. Nuk po tham krejt, ama është një përqindje bukur solide e kësaj organizate që e pëlqejnë këtë mënyrë të organizimit. Janë ata që vrapojnë me japuth dorën Albinit, me japuth Kamën, me japuth partit politike. Janë organizata ku ka debat, ku ka polemika, ku ka dhe mos pajtime. Në vetë vendosje kjo gjë është e mundshme, ama derisa të fol ai kryesori. Aty merr fund çdo gjë, merr fund edhe ai që e ka pas guximin me thonë menimin ndryshe. Për ideologji tilla e ka pas fjalën ish kryetari i New Yorkut, Ed Koch, o kon kryetari i New Yorkut në vitet 80, i cili ka thonë, nëse pajtohesh me mu, në 9 për 12 çështjeve që unë i propozoj, voto mu. Kurse nëse pajtohesh me mu, në 12 çështjet që unë i propozoj, atëherë lirisht lajmëro te psikiatri. A thu sa njeri ish dasht më shku te psikiatri në këtë organizatë.